vendimin e gjykatës kushtetuese që pezullon dekretin presidencial për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës dhe jo në 5 bashkitë e tjera. Klodiana Lala vazhdon të jetë me mua në studio, ndërkohë që na është bashkuar edhe deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Mirë se vini, kënaqësi ju kemi në program sot. E prisnit një vendim të tillë? Dhe çdo të thotë ky vendim për opozitën? Pikpamja qoftë juridike, qoftë politike, mendoj që ajo çfarë vlen për të diskutuar, kjo ishte një ngjarje e paralajmëruar nga opozita. Madje kemi qenë bashkë në studio kur e kemi diskutuar dhe kam thënë që kjo është një çështje që mund të ndodhë dhe prandaj nuk mund të merret një vendim i tillë nga presidenti i Republikës dhe prandaj është antikushtetues si vendim. Nëse do duhet të bënim një gjë sot, është të pyesim presidentin e Republikës nëse a ka një fije morali që të paktën tani të kërkojë ndjes dhe të japi dorëheqje dhe mos presi komisionin që është kërkuar për të ngritur për ta shkarkuar. Sot me këtë vendim është faktuar që ky njeri ka shkelur kushtetutën. Dhe do të ishte një absurditet më vete nëse edhe pjesëtarët e qeverisë në komision do të votonin kundër shkarkimit të tij. Pasi tani është komplet e zyrtarizuar dhe e faktuar shkelja e kushtetutës së tij. Jo më prej nesh, po prej vet gjykatës kushtetuese. Po të bindur t'jeni që çdo deputet i Partisë Socialiste e ka ditur fare mirë se çfarë po bënte Bajram Begaj. Se këtu mjafton t'i referohesh edhe debatet që ka qenë në aso kohë për çështjet zgjedhore dhe çfarë argumentonin pala tjetër në lidhje me vendimin dhe të presidentit asaj kohe, presidentit Meta. Pra në këtë kontekst, ajo çfarë ka ndodhur sot është provuar dhe faktuar shkelja e kushtetutës që është një çështje shumë e rëndë, se nëse shkelet kushtetuta për ligjin këta spysin e spysin. Dhe sot besoj presidenti i Republikës nëse ka një fije dinjiteti të mbetur si njeri në respekt atij institucioni ku personalisht kam pasur privilegjin të punoj, në respekt atij institucioni ai sot duhet kërkojë ndjes dhe t'japi dorëheqjen të largohet nga aty. Si antikushtetues këtë vendim ju në kohën kur u dekretua ajo datë nuk është se u ngritët si opozit për ta dërguar në për shkak të atij vendimi gjykatë kemi bërë kërkesë zyrtare për shkarkimin e tij. Dakor, po nuk e ankimuat si dekret, si vendim. Kemi bërë kërkesë si dekret presidenciale, ankimoi Veliaj. Veliaj, unë jam avokat të Veliajt. Veliaj përçendoi për çështjen e tij. Ne kemi çuar në parlament kërkesën për shkarkim se ishte rasti i dytë edhe pas diellës. Dhe ky është programuar me të njëjtin program që është dhe diella. Të zbatojë çfarë thot Rama. Dhe ky nuk pyet as për kushtetutën. Nuk është çështja çfarë bëjmë ne. Ajo çfarë bëjmë ne, është që ne ndoqëm ligjin. Ju do të shkonit në zgjedhje kanë fjalën, edhe po patjetër që do shkonim. Po të zhvilloheshin ato në datë 9, edhe pse ai ishte një vendim antikushtetues. Mos ta kthejmë prapë diskutimin në atë lojën e mërzitshme, doni ta gjeni fajin te ne që e kemi paralajmëruar këtë çështje. Jo, nuk e gjeni fajin te ju, absolutisht. Ne kemi paralajmëruar pikërisht të shkelja e kushtetutës. Ky zotëri sot që është presidenti i Republikës, mbani përgjegjësi këtu që shkelet kushtetuta? Se nëse këtu për ne s'ka më vlerë as kushtetuta, as siguria, as ligj. Do të shkonit në zgjedhje në datë 9? Do të shkonit apo jo? Zgjedhje tani. Nëse do të shkonit? Ne patjetër ne kemi dhënë deklaratën tonë që ne u futëm në atë proces për shkak të vendimit që ka dhënë zotëria, duke patjetër se ka dhënë një vendim zotëria si presidenti i Republikës. Ti je i detyruar të shkosh. Nëse nuk shkon, thjesht nuk merr pjesë në zgjedhje deri në momentin që do të japi kjo përgjigje. Kjo përgjigje është fat, dhe them me sinqeritet që është dhënë tani, se ajo përgjigje mund të jepet edhe pas zgjedhjeve dhe të kishte efekt prapa veprues. Dhe më pas personi që do të ishte zgjedhur do duhej që të largohej përsëri. Dhe Erion Veliaj do të vazhdonte të ishte kryetar bashkie për pos faktit që miliona euro të qytetarëve shqiptar do ishin hedhur kosh sepse fushatat janë të kushtueshme për taksat e qytetarëve. Pra ky është një lajm i mirë për opozitën. Jo, ky nuk është lajm i mirë për askënd. Ne këtu sapo kemi marrë lajmin që presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Dhe këtu fillon diskutimi i këtij debati. Ky njeri në këtë shtet, o jemi në xhungël o jemi në shtet, tani ta ndajmë dhe ne se çfarë duam të bëjmë. E kuptoj. Nëse ne jemi në xhungël, le të rri aty të vazhdojë. Nëse ne duam ta quajmë veten shteti shqiptar, rasti më minimal presidenti i Republikës që edhe në kushtetutë është rojtari i kustetutës, e ka shkelur për dinjitetin e vet dhe për moralin e vet. Se këtu në këtë vend kanë qeverisur dhe kriminal me 2 vrasje kurrës kanë qenë në parlament, tu çfarë ka ndodhur me këtë qeveri. Por ky për dinjitetin e vet, për moralin e vet, për familjen e vet, në respekt të atij institucioni që përfaqëson sot, ai duhet kërkojë ndjes dhe t'japi dorëheqje dhe të largohet që të paktën t'i mbetet një fije dinjiteti, ose të vazhdojë me rrugën e diellës. Opozita nuk i ka votat në parlament për ta shkarkuar atë. Unë gjithmonë i bëj apel dhe dua të besoj se kam besim te njeriu
Dhe dua të besoj që njerëz si të majt, si djathtë minimalisht ne mund të pajtohemi që shkelja e kushtetutës nuk mund të lejohet. Nëse e shkel një herë njëri, pastaj ajo bëhet rrugë. E kuptoj. Aty zhbëhet çdo interes Po për te kësaj e kisha fjalën që është lajm i mirë e opozitës edhe me kolegen Lala po e diskutonin pak më parë dhe me kolegun Gjençaj që në një farë forme ju kjo do t'ju jepte edhe më shumë kohë tani për t'u përgatitur dhe për t'u përfaqësuar në mënyrë më të denjë të mundshme në fushat elektorale mandej në zgjedhje apo jo. Ajo jep më shumë kohë të gjithëve, kështu që një gjë pozitive. Zoti Balliu nuk ishte në pjesën e parë që ishte bashkë me kolegun